Të gjashtët kundër Turqisë, prodhimi multimedias është një nismë teatror që eksploron degradimin e demokracisë nga pushteti në Turqi, i udhëhequr nga Recep Tayyip Erdogan, i cili shtyp me forcë, duke përdorur dhunën e ushtrisë për çdo lloj ngritje kundër tij. Aktori Adrian Morina tha se shfaqja përcjell një mesazh për gjithë njerëzit, të cilët nuk duan të jetojnë të shtypur, duke treguar se sa e vlefshme është liria që kemi. Me secilin qytetar anën bon botës, cilët e përjetojnë represionin për çdo ditë, fatkeqësisht edhe ne, si qytetarë të Kosovës, jo shumë vite më larg, kemi qenë me një sistem, një regjim të tillë, ku jeta e njerit nuk ka pas absolutisht as pak vlerë. E dim ne që kemi jetuar kundër çdo mungesë, që mujt mos me qenë të nesërmën aty, sikur se shumë njerëz janë arrestuar, kanë përfunduar burgjeve. Nëse se kam gabim, janë 606 shekuj që shqiptarët i kanë vujt nëpër burgje padrejtisht prej regjimit jugosllav, më vonë edhe serb. Pra, këtë rast kjo shfaqje flet për autoritarizmin në Turqi, po kjo është një historie cilën ne mund ta paralelojmë edhe veten. Shpeshherë ne lirinë edhe demokracinë e marrim si të garantuar, por po e shohim që në botën në cilën ne po jetojmë për çdo ditë jemi duke humbur këtë liri. Aktori Morina gjithashtu tha se qytetarët në Kosovë kanë qenë dëshmitar të një represioni që ju është bërë 6 shtetasve turq, të cilët vite më parë ishin arrestuar në Kosovë, duke treguar pafuqinë e vendit tonë ndaj Turqisë, ku diçka të tillë vjet në pa edhe gjatë kësaj shfaqje. Besoj që ky rrëfim cilin sonte patet mundësi me pa, është një rrëfim i vërtet për fatin e 6 turqëve, qytetarëve turq, të cilët kanë jetuar për një kohë dhe kanë qenë qytetarë të përkohshëm në Kosovë, e të cilët padrejtisht janë kidnapuar në bashkëpunim sigurisht me urdhrat e Turqisë, por në bashkëpunim edhe me institucionet e Kosovës. E që fatkeqësisht ka kaluar gjithçka si nëpër mjegull, më shumë me deklarata, me gazeta, po kërkush gati s'është marrë seriozisht, përveç atyre 3 ditëve të para kur janë arrestuar dhe me gazetarë që çajshin nëpër studio, dhe aty përfundon gjithçka. Shfaqja ishte planifikuar të luajë në teatrin e Prizrenit, por e njëjta ishte ndaluar, ku sipas drejtoresës së artit Aurela Kadriu, kjo tregon për ndikimin dhe pengimin që bëjnë pushtetet autoritare dhe jashtvendit të tyre. Po, jemi ftu prej policisë në një intervistë ditën e premierës, edhe e kemi dhënë premierën nën masa të policisë, në mbrojtje të policisë. Sigurisht policia ka pas informata pak më shumë se sa ne. Çka ka ndodhur pas asaj është që mediat edhe në Turqi kanë reaguar për shfaqjen tonë, kanë kërkuar haptazi ndalimin e shfaqjes tonë prej Ministrisë së Kulturës. Në të njëjtën kohë jemi ftu prej teatrit Bekim Fehmiu në Prizren, natyrisht na nuk është që kemi dashur me dhënë shfaqjen në Prizren si shaj provokimi. Shfaqjet e qendrës multimedia japim anë mban Kosovës, në rajone, në Evropë, në botë, kudo që mundemi, edhe në vazhdon e kësaj kemi pas dëshirë që shfaqjen ta luajmë edhe në Prizren, që kemi luajtur këtë shfaqje të tjera. 10 tramira mbështetës të dyshuar që i kishte akuzuar pushteti i Erdoganit në Turqi, që sipas tij kishin lidhje me lëvizjen e Gülenit, janë arrestuar, torturuar apo kanë humbur vendet e tyre të punës në Turqi, që nga grushteti i dështuar. Shumica janë deklaruar të pafajshëm. Güleni ka mohuar se ai dhe mbështetësit e tij janë prapa përpjekjes për rrëzimin e qeverisë së Erdoganit. Në shfaqje luajten edhe Ernest Malazogu, Shpëtim Selmani, Verona Hoxha, Albina Krasniqi dhe Don Shala. Regjin e ka bërë Blerta Neziraj e autor është Jeton Neziraj.